I ka munguar një premtim kryesiv, ma ndëgjët lutem. Premtimi që Prishtinës, pe banalizoj pak, pe parodizoj, për të sjellë Prishtinës ujë Adriatiku, se liçen e krijuan, çdo madhe krijuan, dhe po mungon vetëm krijohet një shtrat, një korridor, mundësie që të sjellet ujë i Adriatikut, ujë i detit Adriatik nga mos ja ushtet nëna se shkojnë e binë me bidona dhe ne kena pru. Edhe ky premtim mungoi. Përndryshe, duket që njerëzit janë të shqetësuar. Kandidatët për Prishtinë, sipas kritikëve, janë në situatën kur po premtojnë ka pak pusetash për një Prishtinë me nevoja të jashtëzakonshme etike për të transformuar. Para 8 vjetë kem pas prej 2-3 kandidatëve, kifle. Të lutna, fokusoj aty. Këto janë që më pengojnë më shumë ti. Shikoj anën tjetër. Betorinat, Bërlogu. Kështu është gjendja reale e Prishtinës. Të lutem, ule aparatin rreth rrugës dhe shikoje rrugën poshtë, fokusin poshtë, si është rruga. Po vazhdon me ritëm ritëm gati dëshpërus të vijoj ky projekt strategjik. Nuk e di si Zoti Rama nuk është që kur kandidoi herën e parë, nuk është që nuk kishte ide dhe vizion, por gjithaj vizion, gjitha ato ide që i shfaqi, në realizim dështuan, thuaj se në mas të madhe projekte strategjike. Ka dështu Rama, jo projektet. Po projektet janë të dështuara, rrjedhimisht ai ka përfaqësuar vizion, po. Ka dështu Rama e projektet, thonë tregova, në projektin e parë, nëse më kish blloku dikush, unë nuk kisha vazhdu në projektin e dytë deri kur e kisha bë temën. Nuk e kisha vazhdu projektin e dytë, pa i tregu krejt Prishtinës dhe 300.000 prishtinazëve mi thonë si filan personi po ma blokon rrugën. E ka thonë? Nuk e ka thonë asnjëherë që duhet. E ka thonë po me blokon Murati, po me blokon ai tjetri, por kritikët e Zotit Rama dyshojnë se kjo është e vërteta. Edhe dyshoj se përderi sa nuk është përballë me fakte, nuk i ka ndjek procedurat ligjore, gjyqësore, me shku dhe me kërku të drejtën e vetë, deri në fund, me menaxhu të drejtën e vetë. Kryetari ka të drejtë me dalë edhe me shpërncu leje. Edhe me bë pazar me njerëzit që kanë pronat për me liru rrugën. E ka edhe të drejtë, ja jep ligji, cilin e ka shfrytzu ky me dalë me bë. Për çka e mbani mend ju Zotin Rama? Që ja ka qu kiflet fëmijëve në shkollë. Po ti thush këtij premtim? Zotim ka qenë që ta ka realizu. Prishtina ka nevojë për kësi premtime, po punë ordinere që duhet ta bëj kryetari këtë. Nuk a do duhet të jep ky lloj premtimi vitin 2025? Nuk do duhet. Të premtoj që do të rregulloj kanalet e pusetave. Unë të tregova në fillim problemet e mia si biznesmen i Prishtinës, si investitori i Prishtinës. Si investitori i vendit tim, si mbrojtës i vlerave të vendit tim, në Prishtinë kosto e njëjtë financiare më del 4 fish deri në 5 fish e punëtorëve. Më shumë. Për shkak të këtyre, sepse ja kom dhuru edhe një dhuratë, ose merrni tha lexoni ta kanë libër për parim. Rama nuk e ka thënë ashtu që është e vërteta. Edhe ja çova një dhuratë për parimit, thash merr, thash kryetar lexo, thash në libër, thash se po thu do të më lexoj librin kolona.